Pra ka dhe një krisje, kjo thuhet në shumë komentator, ka dhe një krisje të raporteve shumë të mira midis qeverive dhe shërbimeve të fsheta dhe instanca ushtarake midis Shtetit të Bashkuara dhe Izraelit. Dhe kjo lidhet me agjendën, sipas mendimit tim, të presidentit Trump, që para së gjithash ne ndjekim interesat e Amerikës, America First. Ju thatë që agjenda dhe në fakti dhe vetë zoti Trump e ka thënë diçka të tillë që unë jam për rolin e një paqebërësi, unë jam kundër konflikteve. Por ashtu sikurse ai shpalli një armpushim mes Izraelit dhe Iranit, dhe ashtu sikurse pretendon se ka përfunduar luftën 12 ditore mes Izraelit dhe Iranit, përse Donald Trump nuk jep fund dhe luftimeve në Gaza? Kjo është pyetje jashtëzakonisht e drejtë, Bruna. Me sa kam vënë re, ka sinjale që shqetësimi është shumë i madh dhe është në rritje. Më duket se dje presidenti Trump përmendi diçka në këtë drejtim. Besoj që kjo do të vendoset në krye të agjendës shumë shpejt, kjo është shpresa ime. Po dua të them që politika paqëbërëse presidentit Trump realizoi një sukses të jashtëzakonshëm pikërisht këto ditët e fundit dhe në datën 27 qershor, sot është data 25, pra pas 2 ditësh do të ketë një takim të nivelit të lartë në Washington për nënshkrimin e marrëveshjes së paqes midis kryetarëve të shteteve të Ruandës dhe të Republikës Demokratike të Kongos, një konflikt 20 vjeçar, një konflikt brutal në qendër të Afrikës, dhe duhet të dhënë merita diplomacisë amerikane, sekretarit Rubi, presidentit Trump, që po e sjellin këtë konflikt në mbyllje, në një paqe e cila është e domosdoshme në zemrën e komunitetit afrikan. Dhe këtu duhet të vënë duke, Bruno, jo vetëm rolin e presidentit Trump dhe sekretarit Rubio, por edhe rolin e Katarit. Katari ka luajtur një rol thelbësor në marrëveshjen e paqes në zemrën e Afrikës, dhe Katari ka luajtur një rol thelbësor në armpushkimin e luftës 12 ditore midis Izraelit dhe Iranit. Dhe këtu duhet të theksoj edhe këtë që këtu nuk shohim pra më në diplomacinë ndërkombëtare ato qendrat, po themi shtetet që kanë qenë standarde të ndërmjetësimit ndërkombëtar, si Zvicra, Austria, shtetet neutrale, po themi, apo edhe Evropa e Bashkuar, apo Kajas, apo von der Leyen, apo këto, domethënë, politikanët e BE-s. Këtu kemi një qasje të ndryshme dinamike në marrëdhëniet ndërkombëtare, ku shtete të vogla si Katari, që ka sipërfaqen gjysmë e Shqipërisë, po me popullsinë dyfishi Shqipërisë, po marrin një rol të jashtëzakonshëm në kontekstin ndërkombëtar, në bashkëpunimin të drejtë për drejtë të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke luajtur një rol të jashtëzakonshëm. Pra, kam mendimin që do të vi kohë shumë shpejt edhe zgjidhjes së tragjedisë së përditshme të popullit palestinez në Gaza, ato shifrat që dëgjojmë janë trombitëse, çdo ditë, domethënë buletine lufte dhe ndaj dhe pyetja juaj, domethënë unë i përgjigj me kam shpresë shumë shpejt edhe mendja do të përqendrohet atje dhe do të arrihet një paqe e qëndrueshme që do të realizojë ato synimet e sigurisë të Izraelit dhe njëkohësisht aspiratat e ligjshme të popullit palestinez për një shtet të pavarur. Le të shpresojmë. Edhe një pyetje e fundit lidhur me vendimin e sotëm që është marrë në Hag në samitin e NATO-s, rritje e shpenzimeve me 5%. Është Rusia një kërcënim për Europën, zoti Alibali, dhe është ky qëllimi i rritjes së shpenzimeve? Tashti, pyetja ju është kjo, që është kërcënim Rusia për Evropën. Nga ana gjeografike, po themi, Rusia që nga Uralje deri në kufit e saj perëndimor është pjesë e Evropës. Pra, nuk mund të mohohet që Rusia pra është pjesë e Evropës, ka qenë pjesë e Evropës dhe ka luajtur rol të vazhdueshëm në marrëdhëniet ndërkombëtare që me OSBE-n dhe përpara OSBE-n historikisht. Pra, me sa shoh unë, qasja e presidentit Trump është një riangazhim
konstruktiv me të gjithë shtetet e botës. Ai para rreth 3-4 muaj shohi idenë e një samiti të